إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot, o ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtet. Në qoftë se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu dua përmirësoj juve veprat tuaja, dua fal juve mëkatet tuaja, kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë nderuar, një prej koncepteve më të keq kuptuara në Islam, një prej koncepteve që mendoj se ka nevojë që të zbërthehet më thellë e më gjerë, është edhe koncepti i pasurimit, i tregtibërjes, i krijimit të bizneseve të caktuara për përfitime materiale, edhe individuale, edhe familjare, por edhe shoqërore. Është krijuar një përshtypje se kjo dynja nuk ju përket besimtarëve, ju përket vetëm jo besimtarëve. Është krijuar një mendim i gabuar se pasuria e jetës së kësaj bote nuk ka vlerë. Ajo që ka vlerë është vetëm ibadeti në kuptimin e kryerjes së ritualeve të caktuara, sikur se është namazi, haxhi, agjërimi i Ramazanit, zakati e kështu me radhë. Por realisht një prej adhurimeve më fisnike tek Allahu i Madhërisëm është edhe pasurimi me halal. Është edhe biznes bërja, tregti bërja. Allahu kur flet për realitetin e jetës së kësaj bote në Kur'an, thot kësaj: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Synoje përmes asaj që Zoti të ka dhënë në këtë botë, ahiretin, pra mirëqenien e përhershme të ahiretit. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Dhe kurse si mos e harro hisën tënde në dynja. Ti ke një pjesë jetës. Para se me shku në ahiret, do të jetosh në dynja. Për me korr në ahiret, do të mbjellësh në dynja. Prandaj pejgamberi Allahut në raport me dynjan thot kësaj: "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dynjaja është ara e xhenetit. Ara në cilën ne mbjellim është kjo botë. Nuk është bota e përtejme. Janë diku rreth 54 sahab që dietarët e ekonomisë islame i kanë numëruar, i kanë studiuar rrethshkrimet e tyre, i kanë studiuar gjitha veprimtaritë e tyre, dhe kanë marrë në përfundim që diku rreth 54 sahabe kanë qenë multimiliarderët e kohës tyre. Edhe më interesant bëhet fakti kur ata pasi që e kanë pranuar Islamin, nuk janë varfru. Kanë vazhdu me jetu si të pastër. Kanë vazhdu me zhvillu tregti. Por, ajo që duhet ta kemi parasysh në raport me tregtin, pasurimin, në raport me krijimin e bizneseve kështu me radhë, është që duhet të shihet si mjet dhe jo si qëllim. Allahu e ka sqaruar shumë bukur. Përmes asaj që Allahu t'jep në jetën e kësaj bote, pasuri materiale, pushtet, autoritet,
fuqi, bukuri, krejt këto trajtoj si mjet për me arrit mirëqenje në ahiret. Por mos e harro hisën tënde në dynja. Nëse është dikush që e meriton fuqinë materiale në jetën e kësaj bote, është muslimani para çdo kujt tjetër. Sepse pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lum për mallin e mirë në dorën e njeriu të mirë. Pra musliman duhet me luftu, duhet me qenë aktiv për mu bo më të pasurit e botës. Sepse vetëm përmes islamit garantohet paqe botërore. Është dëshmu historikisht. Me ardhjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me ardhjen e leadershipit ti, udhëheqjes së tij, bota u ndriçua me drejtësi. Sa popuj i kanë ftuar muslimant, e janë i na shlironi, se e kanë ditë që muslimant, kudo që të shkojnë, ata garantojnë drejtësi. Sepse muslimant e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse muslimant e i kalojnë unin e tyre, edhe nëse është fjala për interes, apo për inat. Sepse për ta, kënaqësia Allahut është kryesorja. Kjo mendësi e krijuar se muslimanët nuk duhet më marrë me dynja, muslimanët nuk duhet më u pasuru. Le ta marrin tjerët dynjan, është shumë e gabuar, është shumë e rrezikshme. Kjo është instaluar qëllimisht tek na. Edhe fatkeqësisht kanë ra prej edhe shumë thirrsa në rrugën e Allahut prej këtij diskursi. Prandaj tjerë sot na bëjnë ligjin. Sa që edhe tjerë sot na tregojnë se çka është Islam, e çka është sunnet, e çka nuk është sunnet. Prandaj sot të tjerët i kanë mediat globale në dorë, edhe ta shajnë Allahun, ta shajnë Resulullahun, ta shajnë Kur'anin, i shajnë muslimant, i përqeshin musliman në xhami, e shumë gjëra tjera. Çfarë thot Allahu? Allahu thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." Kështu ne u bëm juve ummet i qendrës. Një prej kuptimeve të shprehjes wasatan është ummet i qendrës. Pra jo ummet i margjinave të shoqërisë, jo ummet i getove të shoqërisë, po ummet i qendrës. Sepse ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është ummeti që i bart vlerat më të larta. E beson Allahun si duhet, beson vetëm një Zot. E pason Muhammed Mustafan si duhet, alaihi salatu wassalam. Për synim e ka rritin e kënaqësisë së Allahut. Jetën e kësaj bote e trajton si mjet dhe jo si qëllim. Pasurinë materiale e kërkon për me duar, jo me zemër. E përdor me duar, jo me zemër. Nuk e infekton zemrën e tij me dashuri ndaj mallit, por e mbush zemrën e tij me dashuri ndaj Allahut. Me çka ka arrit Islami mu përhap në botë? Vetëm me këshilla gojore? Jo, me financim, me projektesh, nga sahabë më të mëdhenj të këtij ummeti. A nuk ka qenë rasti kur pejgamberi Allahut ka thënë publikisht kush e përgatit ushtrinë, sepse ka qenë mungesë e madhe e mobilizimit ushtarak. Kush e përgatit ushtrinë për betejën që kena me bë, e ka xhenetin. Uthmani i pari e ka qu dorën, radhiyallahu anhu, ka thënë: "Unë ja Rasulullah, komplet një ushtri me mobilizu një njeri." Prandaj ekspertët e ekonomisë islame thonë, multimiliarderët e kohës së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, prej sahabëve, janë pak krahasimisht më të pasur se sa multimiliarderët e kohës sonë. Për rrethonat, për ato që kanë ndodhur në atë kohë, për peripecitë e asaj kohe. Kush ka mundësi sot një individ me mobilizu një ushtri? Këto e ka bërë Uthmani. Edhe tjerët kanë dash, vallahi, se ka pasur edhe plot tjetë pasur, pa ata kanë bërë gara, mos mjalonin një tjetrit, mja marë sevapet, se Allah ka thonë, "Fastabiqul khairat", garonin të mira. S'kan dash mja marë sevapin askush. Prandaj ka thonë, e fitoi xhenetin Uthmani. Po i njëjti, kur kanë shkuar në Medinë, muslimanët kanë vujt për ujë, thatësi e madhe. Bunari kryesori i Medinës ka qenë pronë një qifuti në Medinë. Qifuti peshet ujin me pare, leqe peshet, po peshet shumë shtrajt.
Shkon Othmani i thot, a ma shet be qatë pus? Jo, thot, s'ta shes. 10 fish ma shtrejt për ta paguj. Jo, nuk ta shes. Othmani i meqëm, larg pams, shkon të nesër, më një thot, a di qka? A po boni mi ortak? Po bo mi ortak, që s'po ta blej krejt. Një dit ti, një dit une. Ja ka thonë 10 fishin e çmimit. Edhe tash kur po vjen dita e qifutit, ai çmimin e nalt. Kërkush s'po shkon me marruj. Kur po vjen dita e Othmanit, ai po thotë hajde ne merrni pa parë. Edhe më kërkush s'po shkon te qifuti derisa është detyru ka thonë merre krejt. A dini që këtu ku është ky pusi i Othmanit, është ndërtuar një hotel në Medinë. Edhe hala vazhdon me i shku sadak vakfi që e kalon. Hala është në emën të Othmanit. Radhiyallahu anhu. Pra, me çka e pas kanë ngrit fenë Allahut? Krahas foljes, krahas këshillave foljore, kanë pas edhe financime materiale o burra. Pra projekte kërkojnë financime. E çka mendoni ju, kush i financon projektet islame? A mendoni se vinë i financojnë të krishterët edhe qifutët, ateistët, agnostikët? Jo be, na do të mi financu. Deri kur na me prit për tjerve? Me prit për sadakave tyne, që as për sadak s'ti japin. Deri kur na me prit kur po na ngrisin tjertë. O, nuk të ngrit kërkush pa ngrit vetë. Nuk na ngrit askush pa ngrit na vetë. Derisa na nuk i hapim syt, derisa na nuk bëmi punëtor të më të mëdhaj, duke filluar nga qyteti jonë, e pastaj nga shteti jonë, e pastaj në nivel të përgjithshëm si ummet. Një grush njerëzish janë ata që e drejtojnë lobin, që krejt e dim, ama krejt politikën e botës e udhëheqin. Me çka udhëheqin? Me pare udhëheqin. Politika se bën parën, parja bën politikën. A neve në kanë binë mos një ju, se haram ajo, haram kjo, haram ajo, haram kjo, mos një zban ju, për te gjamis mos dilni. Aman mos dilni për te gjamis, se e prish një fen. Jo, bura. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, punën e parë që e ka bon me dine e ka ndërtu gjamin, për me pasuru shpirtin. Objektin e dytë, institucionin e dytë që e ka ndërtu mas gjamis është tregu, është pazari. Edhe përmes pazarit e ka marrë fuqinë ekonomike në Medinë, prej qifutëve të Medinës, që u kanë problem me ja u marrë. Që do të thotë, na do të me e bo bashkimin mes dynjas dhe ahiretit, qysh Allahu në mësën. Allahu çfarë thot në Kur'an? Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. O Allah, na jep të mirat e kësaj dynjaje, pastaj na jep të mirat e dynjas tjetër, të ahiretit, e na ruaj nga zjarri i xhenemit. Por du të me pas në ndershmëri. Du të me pas në ndershmëri. Prandaj Allahu kur flet për burrat që bëjnë tregti, për tregtarët tanë qështu që i kemi në xhami, që i kanë frikë Allahun, edhe shumë të tjerë, sikurse vëllezërit tanë, thot rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Këta janë burra që tregtia, biznesi, pasuria, grumbullimi i pasurisë nuk i largon ata prej përmendjes së Allahut. Këtu nocioni i dhikr e përfshin komplet fenë e Allahut. E as prej faljes së namazit, e as prej dhënies së zakatit. Pse? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Sepse ata i friksohen ditës kur do të rrotullohen edhe zemrat edhe syt, prej asaj që do të përjetohet në jetën e përtejme. Ata e dinë që Allahu s'mund mi ik. Ata e dinë që Allahu s'mund mi fsheh. Por kanë qenë të parët në kërkimin e pasurisë halal. Janë bë fuqi në shtet, janë bë fuqi në vend, edhe janë bë fuqi në umet. Ja kanë dëshmuar Allahut se një prej formave, një prej akteve të adhurimit ndaj Allahut është me fitu pasurinë halal dhe me shpenzu halal, me kontribu në shoqëni. Jo me prit për tjerëve. Muhammed Mustafa alayhis salam s'ka prit për tjerëve. Nuk ka prit, s'ka asnjë transmetim që popujt tjerë kanë ardhur dhe i kanë pru financa që merre për çet projekt. Edhe mos pritni me ndodh kjo sot. Nëse vjen ndonjë financë për ty, ne dini që është tuar për me shkatru Islamin, jo për me promovu Islamin. Ka aty diçka. E na s'duhet me prit tjetër me na i pru. Na duhet me qenë të partë. Bizneset kryesore në vend, na duhet me synu me i bë. Kualitetin më të mirë që ekziston, na duhet me bë. E çfarë vlere ka tregtari i mirë në Islam?
Ka thonë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Et-tajiru as-saduq ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada." Tregtari i sinqert, et-tajiru as-saduq wal-amin, që është besnik edhe është i ndershëm, do të jetë në ditën e gjykimit me pejgamberët, me dëshmorët edhe me njerëzit e sinqert. Vlerë e madhe. Lutim Allahun me i shtu biznesmenët të pasurit e ndershëm në shoqërinë tonë dhe në ummet në përgjithësi. Lutim Allahun e madhërisëm me na bëj për atyre që në këtë drejtim i hapim sytë, vedisohemi, e synojmë pasurimin maksimal për të kontribuar maksimalisht për hir të Allahut. E synojmë pasurimin në duar dhe jo në zemër. Dashurohemi pas kënaqësisë së Allahut dhe jo pas mallit që Zoti na ka dhënë për ta përdorur për me arrit kënaqësinë e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.